Gruaja dhe jeta martesore, shenjtëria e martesës. Ka një pikë tjetër lidhur me çështjen e martesës. Martesa ka një shenjtëri sipas feve që njoh. Unë nuk kam studiuar thellë për këtë çështje, por nuk është keq që disa miq të gatshëm të punojnë për ta studiuar këtë temë. Në shumicën e rasteve, ceremonia e martesës është një ceremoni fetare, që bëhet nga të krishterët në kish, nga hebrejt në tempujt e tyre dhe nga myslimanët, edhe pse nuk e realizojnë ceremoninë e martesës në xhami, e bëjnë atë në vendet e shenjta ose në ditët e shenjta me ndihmën e dietarëve të fesë. Kur një dietar marton, ai shpjegon disa mësime fetare. Bazuar në këtë, martesa ka një dimension fetar të shenjtë. Nuk duhet ta hiqni këtë dimension të shenjtë nga martesa. Heqja e shenjtërisë ndodh përmes veprimeve të shumtuara, të cilat fatkeqësisht janë vërtet të zakonshme në shoqëritë tona. Ky është një problem me kërkesat e tepruara për një meher të lartë që shpesh mendohet se mund ta mbështesë martesën dhe ta ruajë familjen, por kjo nuk është e vërtetë. Ajo që duhet të ndodhë është që burri të refuzojë të paguajë mehrin dhe të dërgohet në burg për 1 ose 2 vjet. Kështu nuk ka asnjë përfitim për gruan, e cila nuk merr asgjë, përveç se familja do të shkatërrohet. Kjo është arsyeja pse kur thuhet se Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, tha se nuk i martuam vajzat dhe gratë tona përveç me prikën, sunetin. Imam Hyseini mund të kishte bërë një martesë shumë mjaft të madhe, por ai e mbajti mehrin në ulët. Ky është një veprim i menduar dhe i llogaritur me kujdes. Kjo është shumë e mirë. Gjithashtu ekzistojnë egzagjerime të tjera në martesë, shpenzime të mëdha dhe organizime ceremonisht të shumta, të cilat e shqetësojnë njeriu kur dëgjon. Këto janë pika për të cilët duhet të formulohet një diskutim dhe të paraqitet kultura rreth tyre. Gratë, burrat, pedagogët e universiteteve, dietarët dhe sidomos media, si radio, televizioni dhe mjetet e tjera të komunikimit duhet të punojnë në këtë drejtim dhe ta pastrojnë shoqërinë nga kjo gjendje.